qëllim të palishëm si shoqata. E kupton? Ç'a jeni ju? Jeni të palishëm. Dhe gjykata kushtetuese nuk duhet ju kishte pranuar ju si palë, sepse juve nuk respektoni dispozitat e ligjit ju vetë, për organizatat jo fitimprurse, se shoqatat janë fitimprurse, ndërkohë që ju shoqatat tuaja, dhe kjo shoqata me cilën po flas, është ngritur vetëm për të fituar lek deri tani. Nuk kam parë të bëni ndonjë gjë tjetër ju. Deri tani. Po vetëm për të fituar para. Shkon në gjykatë kushtetuese për të fituar para, për të rritur të ardhurat tuaja. Dhe shoqata e Unionit, kjo që ka bërë gjithë të paçavure, është e pezulluar nga qendra kombëtare e biznesit, aty ku regjistrohen, se nuk keni paguar detyrimet tatimore dhe nuk keni paguar kontributet shoqërore. Ju si shoqat, që dyshoj që keni një antarësi të gjerë, por gjithsesi, ndërsa shoqata tjetër, si ishte fare regjistruar në qendrën kombëtare, as tek tatimet, sipas detyrimit, i ka ligji këto detyrime. I ka ligji. Dhe praktikisht duhet të ishte e çregjistruar, sepse kështu thot ligji. Dhe gjykata kushtetuese nuk i mori në konsiderat këto fakte, që juve jeni subjekte si shoqata që nuk duhet të merrni fare në referencë, sepse juve nuk jeni në përputhje me ligjin. E kuptoni se ku jemi ne. Dhe unë nuk mendoj që ju keni problem të regjistroheni, që keni problem të keni NIP, që keni problem të paguani tatimet, që keni problem të paguani. Unë nuk mendoj këtë. Unë mendoj që ju jeni arrogant. Keni një arrogancë të një pushteti që juve e trajtoni si pushtet të pa kufizuar, si pushtet të pa kontrolluar, si pushtet të pa kontrollueshëm. Dhe për këtë arsye ndodhin dhe gjëra të tjera këtu në këtë vend, por nuk jam këtu për këto sot. Këto ishin ato që kisha unë për sot, dhe edhe herë, unë jam palë dhe flas në emër të një pale. Ju nuk jeni palë dhe nuk mund flisni si palë. Dhe për më tepër nuk mund trajtoni të tjerët si palë që i vinin shënjestër, sepse juve keni dhe gurin dhe arën, po jo për të rritur pagat tuaja. Këto kisha unë.